Miqtë të Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do t'jemi së bashku në 2 orët në vim, ku do të diskutojmë për një sër çështjesh, por konkretisht edhe për kombëtaren shqiptare. Dje kishim një diskutim sa i takon pikërisht ndarjes së biletave, mënyrën se si tifozët kuqezi që janë dhe tifogrupi që kanë ndjekur kombëtaren që prej ditës 1 të krijimit të saj duket se e bojkotojnë ndeshjen dhe nuk do t'jenë në stadium për ndeshjen më, do thoja, emocionale që është mes Shqipërisë edhe Serbisë, të paktën nga sfidat që kemi të parashikuara në grupin tonë. Megjithatë, veç kësaj, sot do të flasim qoftë për kaosin që po krijohet me biletat edhe për qytetarët që duan ta sigurojnë një të tillë. Dje kemi njoftuar se si Federata Shqiptare e Futbollit në një komunikat zyrtare tregoi se do të kishte një shtyrje prej 48 orësh për mënyrën se si do të hidhet edhe shorteu online për zgjedhjen e atyre që do të kenë mundësinë të sigurojnë një bilet për sfidën e ditës së shtunë, një ndeshje që ju kujtoj të gjithë ju që s'keni bilet mund ta ndiqni në Digital Supersport live edhe për të përjetuar të gjitha emocionet ashtu siç ndodh gjithnjë me sfidat e kombëtares. Megjithatë, do doja të ndalesha konkretisht tek masat që do të merren për këtë sfidë, rrugët që do të bllokohen, e mbi të gjitha për çfarë arsye. Them për çfarë arsye, për shkak se tifozët të Serbisë nuk do të ketë, ndaj disa persona e kanë konsideruar, të shumë duhet thënë për komente, të egzageruar marrjen e masave nga ana e policisë. Këta të fundit me anë të një komunikate zyrtare kanë treguar rrugët që do të bllokohet, e ditën e djeshme kanë nisur edhe me mbylljen e bizneseve përreth zonës së stadiumit. Do kuptojmë se ku do të qëndrojë kombëtarja e Serbisë, se si po shkojnë përgatitjet e kombëtares sonë. Megjithatë ditën e djeshme keni pasur mundësinë edicionin informativ të Top Channel të ndiqni dhe një komunikim ekskluziv të presidentit Federatës Armand Duka vetëm pak ditë përpara nisjes së sfidës. Këto e të tjera do t'i kemi në vijim. Në fillim do të flasim për shpërthimin e Etnës që duket se ka sjell një mori pasojash. Video të bën virale të qytetarëve, të disa personave faktikisht, grupe turistësh të cilët i ishin afruar vulkanit për ta vizituar atë, e në momentin që vulkani ka shpërthyer, vihet re në video se si vrapojnë të gjithë për t'u larguar nga atje. Shtullunga të mëdha, tymi dhe hiri në qiell që sjellin pasoja afatgjata. Shpërthimi ka ndodhur në 2 qershor, për arsye pse flasim sot për këtë, është se eksperta aeronautikës, por edhe vetë kompani të ndryshme ngren pikpyetje nëse duhet apo jo të fluturojnë mbi qiell, mbi atë zonë. Un kam në një lidhje direkte Arjanit Islamin. Faleminderit shumë Islami për kohën tënde sot, të përshëndes. Po ashtu kam në një lidhje direkte inxhinieren Dëshira Mena. Faleminderit Dëshira për kohën tënde sot. Do më lejosh ta nis me Arjanitin, më pas do të vi sërish tek ti. Arjanit, a është kur sheh pamjet shqetësuese të mendosh që duhet të ketë fluturime mbi atë qiell? Po gjithmonë pamjet e tilla janë shqetësuese, sidomos kur i shohim njerëzit turistë që kanë qenë aty afër dhe veprojnë, domthonë evakuimi i tyre është në panik, nuk është i koordinuar. Në fushën e civil ne gjithmonë preferojmë që të kemi një veprim të koordinuar dhe të mos veprojmë në panik, se paniku krijon problem më të shkaktari problemi. Arjanit, ke probleme me zërin edhe vjen me shkëputje. Derisa të jesh okay, do rikthehem përsëri tek ti. Dëshira, më shpjego pak. Qoftë edhe nga ekspertiza që ti mund t'i bësh, a është problematike e gjitha çfarë ka ndodhur, sepse dëgjoj shumë të thonë që nuk është se ka pasoja vetëm për fluturimet, por ka pasoja sidomos edhe për shëndetin e njerëzve në zonat përreth, që duhet thënë për hapja shumë e madhe. Natyrisht është një event që krijon stres jo vetëm i futbollit, por ai situata e sot. Shpërtimi është shpërtimi më i madh i vulkanit. Mirë, se ka një problem edhe me ty Dëshira. Sa po t'jesh okay dhe ti do të rikthehem tek ti për të folur pak për shpërthimin e vulkanit, që duket se, sa po t'jet okay Arjaniti dhe Dëshira më njoftoni. Bëhet fjalë për vulkanin që ka hyrë në një fazë të re shpërthyese dhe parashikohet se mund të ketë edhe shpërthime të tjera. Shkencëtarët e kanë paralajmëruar rrezikun e madh dhe rrjedhojat që do të ketë në momentin që e para njëherë është ndaluar zyrtarisht edhe frekuentimi nga turistët, teksa thuhet qartësisht se vulkani ka hyrë tashmë në një fazë të re shpërthyese në kraterin juglindor për disa javë, që do të thotë ka dhe pas shpërthime. Në një fazë aktive që karakterizohet nga episode jetë shkurtra, kështu mund të konsiderohet në gjuhën e ekspertëve, me energji intensive
por me më pak shpërthime në krahasim me këtë të parin që është bërë viral video në rrjetet sociale dhe kudo. Ky është aktivitet që konkretisht konsiderohet normal në momentin që ka pasur një shpërthim të madh të parë të këtij lloji. Gjithashtu duhet të mbahet mend se Etna është një vulkan në aktivitet të vazhdueshëm. Kur flasim për një gjendje aktiviteti të vazhdueshëm, duhet të specifikohet se nuk po i referohemi domosdoshmërisht manifestimit shpërthyes, por edhe degazizimit të vazhdueshëm ose emetimeve të dopta të hirit, të cilat në çdo rast janë një simptom e pranisë së magmës në nivele pak a shumë sipërfaqësore. Për ta shpjeguar në një gjuhë sa më të thjeshtë, më lejoni t'ju them. E para, sjell pasoja konkrete në shëndetin e njerëzve rreth asaj zone për shkak të ndotjes së ajrit, sjell vështirësi për fluturimet në atë zonë, por mbi të gjitha sjell edhe pasoja jetëgjata, duhet thënë, në zonat ku, po themi, bujësia është... Po, Arianit, jemi okej, ku bujësia praktikohet. Tani, Arianit, më shpjego pak, besoj që jemi okej. Për aeronautikën, çfarë problemi shkakton shtullunga e madhe e tymit që pam në ato plane? Dhe pse vazhdon edhe pas disa ditësh të jetë problem? Po, kjo është një problem i cili tashmë vetëm jemi më të përgatitur për shkak se në vitin 2010 ishte me shpërthimin e vulkanit Eyjafjallajökull në Island, i cili ishte hera e parë që hapësira ajrore u mbyll tërësisht në Evropë. Veprimet në fushën aviacionit ishin reagim nga paniku, jo shumë i koordinuar. Kjo ishte një mësim, se zakonisht në aviacion e mësime që i marrim nga gabimet, i marrim me njëherë krijojna procedura dhe kështë kriju qendra vulkanike e cila është në Toulouse, dhe tani jemi shumë të përgatitur, kështu që veprimet që do të ndërmarrë janë të koordinuara, do të se në atë kohë kur ka ndodhur problemi në 2010-ën, është mbyllur hapësira ajrore për herë të parë që ka ndodhur në Evropë, dhe tani kam pasur që pasojat kanë qenë shumë të mëdha dhe reagimi ka qenë në formë të panikut, jo i kontrolluar, sepse jo gjithë hiri është i rrezikshëm, por nga koncentrimi i hirit i cili do të mund të dëmtojë motorët, prandaj kanë krijuar edhe pajisje të ndryshme satelitore që mund ta përcjellin sa është niveli i grimcave që mbulon ato re dhe sa mund të jetë pasojat. Që është bërë në mënyrë koordinuar, kontrolluar, shiqohen ku mund të devijojnë, ku kemi hapësirë që mund të ketë të re hiri, por nuk janë të dëmshme për motorët e aeroplanit. Dhe atëherë tani në bashkëpunim me Eurocontrol devijojnë hapësirat, po devijojnë trajektorët të fluturimit, po ka edhe zona ku nuk mund të fluturohet fare, për shkak se niveli i grimcave është shumë i madh, atëherë nuk lejohet fare fluturimin në ato hapësira. Më fal, të lutem, nëse të kuptova qartë, ka disa zona ku nuk fluturohet, ka të tjera ku shmanget. Po, varësisht tash për hirit, drejtimi që ka era që drejton hirin, varësisht për nivelit të grimcave, atëherë definohet se a mund të fluturohet apo duhet të devijohen hapësirat e caktuara. Më fal, kush e vendos dhe si bëhen testet? Është qendra Volcanic Ash Advisory Council në Toulouse, është qendra për rajonin e Evropës, i cila është në Toulouse, i cili ka të gjitha përmasat, i ka për llogaritjet, të cilat mësime i kemi mësuar gjatë vulkanit që ka shpërthyer në Island në vitin 2010. Dhe aty u bëllë testime me motorët e aeroplanit si reagojnë, dhe kompanitë ajrore tash i kanë vlerësimet e rrezikut që i bëjnë, varësisht prej të dhënave që i marrim, se janë pajisjet satelitore dhe ato toksore meteorologjike që i shiqojnë sa është niveli i grimcave në hirin në hapësirat e caktuara. Dhe tash nëse në 2010 për shembull kur është mbyll komplet hapësira ajrore e Evropës, ka qenë ideja që nëse ka hir nuk ka fluturime. Mirë po ka qenë shumë strikte dhe ka pas pasoja shumë të mëdha në aviacion, por nuk ka rrezikuar sigurinë dhe nuk diku shumë në nivelin e sigurisë sa ka pas pasoja. Kështu që kanë marrë masa, dhe është bërë qendra e kontrollit të vulkanit që është në Toulouse të Francës, edhe në bashkëpunim me Eurocontrol, varësisht për dhënave të cilat i kanë, i definojnë hapësirat ku nuk mund të fluturojnë aeroplanët, për shkak se është e rrezikshme, apo niveli fluturime në të cilin nuk mund të fluturojnë. Tani më fal, të të pyes për diçka që ta kuptojnë edhe ata që po na ndjekin. Ti do të thuash që të gjitha këto vinë si pasojë e atyre pamjeve që jemi duke parë, pra të shpërthimit të parë, të atyre shtullungave të tymit të mëdha. Po. Jo ato janë që i kemi marrë si informata që ka shpërfyer vulkani. Po. Dhe me njëherë është qendra vulkanike për Evropë, e cila është në Toulouse, dhe i merr fotografitë, se të arsye që shihni shtullunga lëviz. Nëse ka errat e definojnë në të cilën hapësirë mbulon. Po.
Në vitin 2010, kudo që ka pas re të hirit janë mbyllë fluturimet, ndërsa pas asaj është vërtetuar që me analiza të mirëfillta, me algoritme të caktuara, mund ta identifikojmë nivelin e grincave. Të kuptova. Nëse Po, përfundohet lutem, se do kaloj tek dëshira, po. Nëse niveli i grincave është i madh që mund të dëmtojë aeroplanet, motorët e aeroplanave, atëherë definohet që nuk ka fluturime. Mirë, po jo të gjitha hapësirat e mbuluara me hi ndalojnë fluturimet. Sa përhapet? Të më thënë, ai tymi është shumë i madh, po sa mund të përhapet? Në varësi të erës, apo ka diçka tjetër? Ajo mandej sa është rrjedhja që vjen, sa vazhdon të ketë rrjedhje nga tymi, dhe sa është era e cila e definon në çfarë drejtimi po e largon. Se nëse janë gurze shumë të mëdha, nëse grincat janë shumë të mëdha, mund ta dëmtojnë aeroplanin, dhe këto i definojnë përmes pajisjeve satelitore, që të definojnë sa është niveli i grincave. Nëse jo për muaj, mund të zjas për javë të tëra, pra ka gjasa që dhe të mos shkojnë në një kohë zjatje shumë të madhe. Po kjo është i paparashikueshëm. Them drejtën, unë vitin e kaluar isha në vizitë në malin Etna me familjen, dhe kur i pash këto pamjet e turistëve, u tmerrova edhe vet. Ishte atë kohë nuk e morëm asnjë informacion që nëse kemi erupcion si të veprojmë. Dhe tani kur i shoh këta duke vrapuar, është një terren shumë i papërshtatshëm, se përveç që është malor, është dheu i butë dhe mund të lëndohen. Kështu që ky reagim me panik pa asnjë informacion si të veprohet, ka shkaktuar më shumë pasoja se vetë erupcioni. Po ti ishe me familjen, më the? Po, vitin e kaluar. Vitin e kaluar. A kishte person? E pra, këtë do të pyes, a ka persona që të mësojnë çfarë të bësh nëse shpërthen vulkani? Kjo ishte ajo që deshta të them. Ne në 2010 në aviacion kur na ka ndodhur një problem, kemi mësuar dhe nga ato mësime kemi krijuar procedura. Edhe tani më mahnit se vitin e kaluar kur isha domosdoshmë këta kanë pas përvojë me shpërthimin e vulkanit disa herë, dhe është dashur më pakta që do të brite ishte që këta turistëve të njoftojnë që kur ka erupcion nuk është i rrezikshëm erupcioni i parë. I rrezikshëm është lava e cila vjen shumë më vonë. Dhe ky reagim me panik i ka lënduar njerëzit shumë më shumë se sa që do t'i dëmtonte ngrincat e hirit të cilët mund të binë tek njerëzit. Si ishte si eksperiencë, më trego pak. Eksperienca ishte mrekullueshme. Është diçka që do t'i sugjeroja të gjithëve ta bëjnë, por do të derisa lejohet t'i afrohesh, më shpjego pak. Po nuk mund se ka ato grykat ku ka shpërthy ka të ndryshme. Kjo nuk është e gryka ku ka shpërthy gjithnjë. Ka të shumta dhe ti mund të shohësh disa nga ato, por jo që je aty ku është e fundit. Se shkon me një teleferik deri afër, mandej shkon me një autobus, të cilat pse të lindi dëshira tash e Etnën nga afër, vulkanin më saktë se? Po ishte një vizitë që bëm së bashku me familjen vitin e kaluar në Kalabri dhe Sicili, dhe mandej kjo ishte një nga pika që ishte interesante edhe për fëmijët që ta shohin se si duket një vulkan. Ishte edhe për mua interesante që ta shoh se si duket. Çfarë mendove kur mësove lajmin e shpërthimit? Kjo ishte ai reagimi i cili më bëri shumë të shqetësohem për shkak se nuk e morëm asnjë informacion si të veprojmë, po që se do të kishim ndonjë erupcion në shpërthim të tillë. Faktikisht e frikshme është të shohësh pamjet e turistëve që thjesht vrapojnë, por nuk dinë se ku dhe se çfarë të bëjnë. Arianit, sa është rrezikshme, po dhe sa është pasoja që nëse nuk vrapon. A kemi shkuar të poshtë dhe është terren i butë i papërshtatshëm për të ecë, jo për të vrapuar. Të falenderoj shumë, të përshëndes. Edhe interesante që ti e pas ke vizituar, më pëlqen. Përshëndes. Dëshira, besoj tani jemi okej edhe me zërin, perfekt. Më shpjego pak si bëhet përhapja e tymit, ose shtullungave, ose hirit në qiell, dhe sa ndikues është në disa fushat ndryshme, qoftë bujësia, qoftë aeronautika, qoftë vetë shëndeti i njerëzve? Shumë bukur. Dhe pyetja është shumë interesante sepse na afron të thuash me ne dhe me shqetësime që mund sjellë kjo katastrofë të themi në vendin tonë. Vulkani Etna ndodhet rreth 470 ca kilometra, rreth 500 kilometra larg nga Shqipëria, pra nga Vlora, që do të thotë nuk është një distancë aq shumë e madhe dhe një distancë e cila ne mund të kemi pasoja. Pasojat e para që mund të vinë janë pikërisht përhapja e shtullungave e tymit, e hirit, e cila në qoftë se do të ketë era favorizuese me shpejtësi caktuar ose në drejtim të lindjes, do të ndikonte dhe do të impaktonte edhe ambientin tonë. Në këtë kuadër ne implikohemi në këtë lloj situate.
Fatmirësisht për momentin drejtimet e erave kanë shtyr hirin edhe tymin rreth jugut dhe jug perëndimit, kështu që jemi pak a shumë të pandikuar, nuk është se ka ndonjë rrezik, por sipas informacionin që lexova pak më parë, shkencëtarët italianë të cilët po e studiojnë, e monitorojnë dhe kanë gjithkohën në vëzhgim, kanë thënë që këto do të jenë disa shpërthime që do të zgjasin, në mos me muaj, do të zgjasin me javë. Që do të thotë me javë është një kohë e gjatë dhe nuk është se mund të mbahet nën kontroll. Pra drejtimi i erave mund të ndryshojë, situata mund të ndryshojë edhe mund të impaktohemi edhe ne. Ajo që ngre alarm në mënyrë indirekte për organet tona është fakti që a kemi ne si vend një plan emergjencash dhe reagimi për një rast të tillë, pra për ndotje të tilla masive të ajrit. Kam përshtypjen që në këtë aspekt kemi një vakum dhe ndoshta do duhet le të jetë ky një këmban alarmi për të qenë më afër të tilla situatave. Dëme që vinë nga kjo janë të ndryshme, më e konsiderueshme është ndikimi që ka. Bën shumë mirë Dëshira që thua që nuk ka rrezik për vendin ton, rrezik sepse ditë më parë, përpara shpërthimit faktikisht, po kishte paralajmërime që mund të ndodhte. E kemi diskutuar në këtë studio mënyrën me të ftuar të tjerë, mënyrën se çfarë lloj pasojash mund të kishte edhe për Shqipërinë, për shkak të afërsisë etj me radhë. Po ti thua që nuk ishte një shpërthim aq i madh sa të ketë pasoja në ndotje ajri edhe tek ne. E favorizuar për momentin, siç të thash, edhe nga drejtimi i erave. Pra, erat në këtë rast kanë qenë lëvizja e erave këto ditë, domethënë ka qenë në kat të kundërt. Nuk ka qenë drejt lindjes, pra drejt Ballkanit, por ka qenë drejt perëndimit. Por nëse shpërthimet do të vazhdojnë për javë të tëra, natyrisht që mund të ndodhin ndryshime edhe te fluksi i lëvizjes së erave, se këto shpërthime vazhdojnë të gjenerojnë gazra, vazhdojnë të gjenerojnë hi, vazhdojnë të gjenerojnë typ. Pra, nuk mund të themi që jemi totalisht indiferent ndaj kësaj situate. Përhapraja e këtij hiri është mbart në vetvete oksid sulfuri që është shumë i dëmshëm për organizmin. Që do të thotë njerëzit të cilët kanë probleme me frymarrjen, kanë probleme respiratore, do të rëndohen edhe do ta ndjejnë në mënyrë të theksuar këtë gjë. Pra edhe në këtë aspekt duhet marrë një lloj ndërgjegjësimi, duhet bërë një lloj ndërgjegjësimi për të qenë, si thua, më në alarm, paktën për këtë kategori njerëzish të cilët do të jenë më të prekur. Por edhe të tjerët, natyrisht, domethënë në shëndetin e njerëzve kjo do të ndikojë. Po bëj fjalë në një situatë. Dëshira, më shpjego vetëm një detaj, të lutem. Nga çfarë lloj grupi ekspertësh përbëhet, po themi, i gjithë institucionin në fjalë që merret qoftë me parashikimin e shpërthimit të vulkanit, qoftë me masat që merren pasi ka ndodhur shpërthimi etj me radhë. Nga inxhinier apo? Normalisht vendi ynë nuk konsiderohet si një vend me aq informacion sa ka. Jo, ne, nuk po flas për ne, po flas atje ku ka realisht vulkane. Ka ndodhur. Pra ne në këtë aspekt, por jemi pjesë së tërës, pavarësisht kësaj. Domethënë, si thua, ne jemi në kontakt me studiot dhe me kompanitë shkencore inxhinierike italiane, të cilët kanë strukturat e tyre, sepse kemi mundësinë të japim informacione, të monitorojmë gjendjen e ajrit, të shohim ndikimin e përhapjes në situata të ndryshme shpërthyese, të japim inpute për gjendjen edhe përhapjen dhe sasinë e përhapjes që ka pas ky shpërthim në rastin konkret, por edhe të tjera që vinë në vazhdim. Dhe si thua, institucionet që merren me studimin e vulkaneve kanë një strukturë të gjerë të dedikuar veçanërisht për këtë lloj kategorish fenomenesh, të cilat janë relativisht të paparashikueshme. Pra, ne gjithmonë monitorojmë fatkeqësitë që është rrëmejt, janë fatkeqësitë të tjera, jepen paralajmërime, por në çdo rast nuk dihet kur asnjëherë 100%. Çfarë mendon kur sheh këto pamje të turistëve që vrapojnë? Unë mendoj që kjo tregon që i ka kap në panik. Pra asnjë informacion paraprak nuk ka qenë dhënë dhe fakti që njerëzit janë ndeshur papritur në një situatë të tillë
do të thotë që ato që thash pak më parë, pra që ti nuk mund, sado që i studion, nuk mund të parashikosh se kur mund të ndodhi dhe sa mund të ndodhi dhe çfarë lloj shpërthimesh mund të ndodhin. Toka është një fushë e madhe energjie. E gjitha. Ka pikat e veta në të cilat shpërthen siç është ky. Pra, vulkani Etna, duke qenë një vulkan aktiv i vazhdueshëm gjatë gjithë kohës në këndvështrimin energjetik, është një burim energjie i cili gjithmonë çliron dhe toka e ka zgjedhur si thua si një vend për të çliruar energjitë e saj, për të mbajtur dhe ekuilibrin e saj. Dhe në momente të caktuara, natyrisht që ndodhin dhe të tilla shpërthime që të krijojnë kaos. Ne vërtet i kontrollojmë, i monitorojmë, po fakti që e pesa afër tek video sa afër ishin turistët zonës së shpërthimit, kjo normalisht është një situatë që turistin tjetër pasardhës do ta vërë në pikpyetje, pra zona e turizmit, a duhet lejuar deri në atë kufi perimetri i turistëve, do duhet ndoshta të zgjerohet, pra të mos afrohemi aq shumë, të verifikohet edhe një herë sa është zona edhe ndikimi që mund të kenë shpërthime të tilla, do të bëhet dhe një plan për menaxhimin edhe nga pikpamja turistike, Pra, ti krijon një perimetër të cilën e quan të sigurt, që në çdo rast njerëzit do të kenë mundësi të evakuohen, por do duhet të kesh edhe mundësi për evakuimin e menjëhershëm të tyre, që do të thotë ndoshta disa skuadra evakuimi përreth zonës duhet të jenë aktive, në mënyrë që të marrin dhe të evakuojnë me shpejtësi njerëzit, të drejtojnë me shpejtësi njerëzit, pra do duhet të krijohet një strukturë e tillë, sepse ka shumë njerëz të cilët përveç dëmit nga kontakti i drejtë për drejtë që mund të kenë me pasojat e shpërthimit, mund t'i zëri paniku, pra mund të kenë edhe atak, panik. Mund të jenë njerëz turistët që shkojnë atje, nuk janë turistë të monitoruar, mund të jenë turistë që kanë probleme me frymarrjen, me problemet respiratore, mund të ndikohen nga dioksidi i karbonit, nga dioksidi i squprit që çlirohet nga këto shpërthime, i cili është jashtëzakonisht shumë agresiv në këtë rast. Pra, është shumë e rëndësishme që zona të tilla që shfrytëzohen për turizëm të kenë të parashikuar në hartën e tyre të pikave të rrugkalimeve, siç bëhet harta e çdo. Kështu duhet jetë edhe kjo thua. Stacionet e evakuimit, vendet ku njerëzit duhet të lidhen në një rast të tillë që ti kesh gati të gjithë. Pra, do një ndihmën e parë, duhet dhënë ndihma e parë, natyrisht. Po e kuptoj. Pra ti thua kishte një mungesë informacioni totale. Faktikisht Daria Aniti që kishte qenë vetëm javë përpara tha që dhe ne, po të na kishte ndodhur, do ishim të papërgatitur se askush se jepte masa. Faktikisht është për të ardhur keq sepse disa ditë përpara se të ndodhte shpërthimi, informacion ka pasur se shumë kishin ngritur alarmin që Etna mund të shpërthente. Faleminderit shumë, Dëshira. Të përshëndes. Ishte kënaqësi. Flasim për Etnën, faktikisht videot edhe pamjet janë bërë virale kudo në rrjetet sociale të shumë turistëve të cilët fatmirësisht nuk janë lënduar, megjithse duhet thënë në mediat paktën italiane thuaj se kishin bërë kontrollet e nevojshme për shkak të ajrit që mund të kenë thithur e të tjerë detaj me radhë. Ka pasur dhe nga ata kurios, siç janë këto që shihni në pamje që kanë përfituar jo vetëm të vrapojnë, po edhe të xhirojnë me celularët e tyre. Një pamje që duhet thënë sa e rrezikshme aq edhe unike të jesh pranë Etnës në momentin që në një prej pikave të saj vulkani shpërthen. Mirë. Ne do ndalemi në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të kthyer përsëri bashkë e për të folur për një tjetër temë që duhet thënë ka një interes të veçantë. Pas pak.